Një sëmundje është përhapur në një fermë baktish në fshatin Domen të njësisë Postrib në Bashkinë Shkodër. Ferma është vendosur në karantinë nga shërbimi veterinar. Fermieri Zamir Milani thotë se situata është e rëndë dhe i kanë ngordhur disa bakti. Ai kërkon të zbulohet çfarë sëmundje është, ndërsa thekson se në tregun e baktive ku ka bler nuk ka bakti të matrikulluara. Sipas tij, kjo është sëmundje e përhapur edhe në zona të tjera. Ka tash 2 javë që kanë filluar me shfaq puçra edhe në gojë edhe në gjina, por situata është rënë jashtëzakonisht saqë kanë arritur edhe me ngordh. Domethënë një ka ngordh dje, një para 10 ditë. Një kam të humbur, nuk e di se a ka çoft mal, diçka e tillë mund të jetë, por situata shumë e rëndë. Edhe unë më sa kam pyet domethënë për veterinar çfarë mund të kenë, kam çu foto. Nuk është se veterineri i zonës ka ardhur dhe më ka thënë që bileta kur cofi thash hajde ta hapim ta shohim çfarë mund të kesh, unë nuk jam doktor për me ditë veterinar. Edhe më tha s'kam çfarë më bëj, domethënë unë du prej ministrisë që me zbulu çfarë sëmundje kanë. Fermieri shton se ka patur dëme ekonomike dhe akuzon për paaftësi nga veterinerët e zonës. Këtu ka 1400.000 lekë që kanë blerë. Ndryshme domethënë se shkon te veterinar thotë ja mund të ketë këtë, ja bëjnë sepse po së bëmon analizat për modi se ç'a mund të ketë. Asa nuk e din. Edhe jam mënu me gjitha mënyrat me i shërby, sa është diçka që nuk flet ajo, kështu që nuk ka gojë me fol, më lëmi to. Edhe jam mënoj për me i shërby, por nuk pa arri, nuk është shumë e vështirë. Shpresoj tash me këta të ministrisë me arrit bilet paktin me di se çfarë sëmundje kanë, si të pështojmë edhe të tjerë bilet paktin, ata nuk flasin, po unë duhet paktin të pështojnë. 1.600.000 lekë kam investuar atë. Domethënë tash 3 muaj, 1.600.000 lekë. Se di, unë shikoj me të drejtën në zonën tonë me pak fjalë një paaftësi të veterinarëve. Nuk e di, nuk është diçka nështë e pa studium, i shikoj të paaft për këtë çështje. Ndërkohë, inspektori i shërbimit veterinar Shkodër Muhamet Pisha tha se për të përcaktuar llojin e virusit janë marrë mostra gjaku, të cilat do të dërgohen për analizë dhe dyshimet janë për 2-3 sëmundje. Ai vuri theksin tek problemi i baktive të cilët blihen të pamatrikulluara dhe të pakontrolluara. Mas marrjes informacione, domethënë në rrugë zyrtare, erdhëm në vendin e ngjarjes te fermieri dhe konstatuam që tek 10 ka shfaqje të krosteve në buzë, në pjesën e gojës edhe në gjinjë. Të paktën 2 ose 3 kren janë të prekur në mënyrë kështu të shfaqur, edhe nisur nga ana profesionale jona të pa qartë, sepse vetë fermieri ka bërë blemje në vende që janë të pa autorizuara dhe të pa kontrolluara. Morë me mostrat e gjakut dhe morë me mostrat e krosteve të gjinit edhe të gojës. Dhe do të dërgohen në mënyrë urgjente, mbrana ditës sotme do të dërgohen në ISUF, në Institutin e Referencës Veterinare në Tiranë. Mandaj ne i vendosim ngatishmëri, domethënë shërbimin veterinar për të konstatuar dhe për të marrë mostra, se të mos bëjnë blerje pa certifikat lëvizjet dhe pa vënë dieni veterinerin zyrtar të shërbimit, i cili bën lëvizje në sistemin rrugë. Autoritetet bëjnë thirrje për vigjilencë dhe bashkëpunim nga ana e fermerëve në zonë.